Në publikimet që pamfleti i bëri video rrëfimit të Sibel Edmonds, ish përkthyese e FBI-s dhe sinjalizuese e njohur e sigurisë kombëtare amerikane, publikuar më parë në platformën Patreon. Ajo ka deklaruar se pazari për ishullin e Sazanit kishte nisur që në vitin 2016. Sipas saj, projekti në Sazan mori miratimin pas zgjedhjes së Donald Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë, moment kur qeveria shqiptare ju afrua Jared Kushnerit, por miratimi ishte formalitet, sepse pazari ishte bërë shumë vite më parë. Ndërsa në suitat dhe restorantet luksoze në SBA, pazari informal ishte mbyllur në vitin 2016. Në Shqipëri ai nisi zyrtarisht në muajin prill 2017, nëpërmjet një nisme për gjoja kthimin e ishullit të Sazanit në qendër vizitorësh për turizëm historik. Për përgatitjen e skenarit shkresor të këtij pazari, kryeministri Edi Rama përdori Bashkinë e Vlorës si një si vendore që e ka ishullin në hartën e territorit të saj dhe që e kishte në administrim të përbashkët me Ministrinë e Mbrojtjes. Pas një muaji, Bashkia e Vlorës deklaroi tërheqjen nga projekti për kthimin e ishullit të Sazanit në qendër turistike me justifikimin e pamundësisë financiare, duke kërkuar që projektin ta zbatonte qeveria, në emër të së cilës Edi Rama futi në lojë Ministrinë e Ekonomisë dhe Turizmit. Ish-ministra Milva Ekonomi bëri propozimin për t'ia dhënë ishullin subjekteve të huaja private si PPP, me arsyetimin se as ministria nuk kishte kapacitet për ta kthyer në qendër turistike, duke vepruar sipas skenarit të diktuar nga Edi Rama. Rruga për të rrëmbyer ishullin e Sazanit u hap me udhëzimin numër 4360 datë 28 prill 2017 me objekt për zhvillimin infrastrukturor dhe organizimin e vizitave turistike në ishullin e Sazanit, të firmosur nga Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit Milva Ekonomi. Skenari fillestar koncesionar ishte me afat 30 vite dhe investim të huaj 450 milionë euro, me kushtin që gjatë periudhës së koncesionit kompania të mos paguante taksa lokale dhe qendrore, ndërsa për 10 vitet e para nuk do t'i jepte qeverisë shqiptare asnjë qendark nga fitimi, me justifikimin se 50% e të punësuarve do të ishin banorë të Vlorës. Me urdhër të kryeministrit Edi Rama, puna për hartimin e koncesionit të ishullit të Sazanit filloi më 25 maj 2017, vetëm një muaj pas udhëzimit të ish-ministres Milva Ekonomi. Por 3 javë para udhëzimit të saj në funksion të dhurimit të Sazanit, ishte firmosur marrëveshja numër 2751 datë 5 prill 2017 mes Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Bashkisë së Vlorës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme si Ministri e Linjës së Sigurisë Kombëtare. Atëherë u fol se përfituesi i ishullit të Sazanit do të ishte një biznesmen i fuqishëm i huaj me lidhje të forta politike në SBA dhe një këshilltar i huaj të dy miq të Edi Ramës, të cilët kishin vizituar disa herë me avion privat edhe jahte ishullin e Sazanit. Prej 14 muajsh pazari i Edi Ramës për ishullin e Sazanit është bërë fakt, duke ia dhënë falas për ndërtim resorti luksoz me vlerë 1.4 miliardë euro dhëndrit dhe vajzës së presidentit të SBA-ve Donald Trump, të cilët ende nuk e kanë nisur investimin.